Miq, do të flasim për goditjen e Venezuelë, arrestimin e presidentit Maduro, por këtë radhë këtë çështje do ta diskutojmë jo nga këndi politik, por nga juridik. Të drejta ndërkombëtare, sovraniteti, një shteti, imuniteti për liderët, por dhe gjithçka tjetër pra në aspektin juridik, edhe për këtë do të flasim në Shtetet e Bashkuara, pra do të shkojmë atje për të zhvilluar një bisedë me avokatin Josef Letvukaj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë së gjitha, gëzuar vitin e ri. Gëzuar dhe për ju dhe një vit i mbarë. Faleminderit. Avokat, a ka diçka që çarlon në këtë operacion përposa anës politike, pra duke lënë atë në aspektin juridik? Ju si e keni parë në momentin e parë që u informuat për goditjen, që e mësuat arrestimin e Maduros? Çfarë ju erdhi në mendje që çarlon në aspektin juridik? Për ka ana e aspektit juridik të Shteteve Bashkuara, ky Maduro është kënë një person që lizi e ka caktuar si kriminal, edhe i ka akt akuzat në Manhattan, New York. Me atë arsye, edhe me atë kuptim ka shku Amerika me ushtri një shtet të huaj, megjithëse për shembull ligjet ndërkombëtare me siguri janë thye, sepse Kombet e Bashkuara ka atë nenin që ligjin që nuk ke të drejtë me u fut një shtet të huaj pa të lënë drejtën ai shtet. E ata nuk ka në ullë, domethënë në këtë rast me Venezuelë, se janë fut pa dashje dhe pa kërkesë të Venezuelës si shtet. Po tek pjesa e imunitetit për liderët. Ky lider nuk ka imunitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ai ka bën një projekcion të krimit për te kufive e Venezuelës, edhe ka prek popullin e Amerikës, gjoja të shit droga, të organizuar terrorizëm këtu në tokë të Amerikës nëpërmjet personave që ka bashkëpunua. Ky shihet si kryetar i këtyre kriminalëve. Por me këtë logjik, avokat, në çdo shtet, kur një lider, kryeministër, president, ministër apo çfarëdo qoftë, në momentin që dizenjohet që ka shkelur mbi Shtetet e Bashkuara, i bie që të futet me ushtri dhe të arrestoj. Po kjo është një gjë shumë e rrallë që ka ndodhur, por administrata e Trumpit në këtë hemisfer të kësaj anë të botës e kanë vendosur të rinjallin politikën e Monroe, doktrinën e Monroe, të cilët janë policat e kësaj hemisfer. Kështu që me këtë shembull të me mundua me vjetë me rrallë 3 administrata për me zaptua, për me kontrollua këtë shtet Venezuelën që mos jetë shtet krimet, po të jetë një demokraci e gjallë, ajo ka dështuar dhe nuk kanë pas opsion tjetër, kështu parasitë shteti Amerikës. Dhe besoj që ka shumë anë, domethënë që është analizuar ky akt, mund të jenë edhe mineralet, mund të jetë edhe nafta, që është rezervat e naftave që ka të shumta shtete i Venezuelës, mund të jetë shumë arsye që ka bën këtë pretekst droga, kokaina, kartelet. Është patjetër është pretekst, është edhe problem realisht, edhe është edhe një problem tjetër, domethënë migracioni nga Venezuela që kanë dalë. Tash 15 vjet e fundit kanë kënë dikun rreth 7 milion persona që kanë ardhur në Amerikë. Këtu në Florida, ku jam tani, këtu ke një diasporë të madhe të Venezuelës, që domethënë celebruan dje, gati tan ditën, të me ira buris makinës, të me kërsye, të me këndua. Domethënë festime për arrestimin e presidentit. Shumë, e vërtet. Por, avokat, jo vetëm rasti dhe aspekti i shkeljes së drejtës ndërkombëtare që ju e thatë më sipër, por edhe brenda Shteteve Bashkuara ka një debat për sa i përket një pjesë e kanë cilësuar edhe si ndoshta rënja e Republikës për faktin që u shman Kongresi. Shumë e vërtet, kjo është një problem që ka me kanë ma tepër politikës se sa ligjore, sepse arsyeja që nuk është lajmërua Kongresi Amerikan para që u ban kjo operacion, megjithëse Kongresi ai nuk e ka pas sytë e mshilun gjatë 3 muajve që
u lëshuan këto forcat amerikane, të cilat kapaciteti diku 10% të gjithë forcave amerikane janë bu të Bregdeti i Venezuelës. Sigurisht kongresi e ka ditë ata, nuk morën akte për me ndalua, kështu që lajmërimi nuk ju ba kongresit për mos të dalin, domethënë se kur po bëhet operacioni, që tjetë surprizë në Venezuelë edhe suksesshme, në fakt punohu, kështu që nuk e besoj se ka me dalë kush kundër në kongres me këtë operacion që është bërë, kursa ka një sukseshëm. Argumenti që përdori presidenti, Trump ishte që për daljen e sekretit shtetëror, edhe kjo në një farë mënyrë e cënon besueshmërinë, sepse ai nuk ka besim te kongresi. Shumë e vërtet, po tash kongresit ju dini se ka dy parti në fuqi, edhe ajo partia demokrate mund të ketë lëshua që mos me pas sukseshme, megjithëse për shembull janë patriota, por në tjetër anë adhen ata bajnë gjëra që mundojnë për me kërcënua atë partinë që është në pushtet. Edhe kjo është kanë frika e administratës, ka pse ata ka ndodhur shumë herë në historitë Amerikës. Ky akt për rindërtim të shtetit huaj, kjo ka me kanë problematika jo as i kollajt sa paraqet administrata e Trumpit, se na mujnë me marrë si shembull Afganistanin, Irakun, Libin, domethënë tonë këto shtete që janë munduar për me ndërtua, sidomos kur janë fut pa dashjet e popullit atij shtetit, Amerika ka dështuar domethënë shtet formimin. Pra ju po thoni avokat që demokracia nuk eksportohet. Demokracia nuk eksportohet me lunë. Duhet me dash ai popull, domethënë atë demokraci që po eksportohet. Ai populli duhet me dash. Po ndoshta interesi është vetëm për nën tokën, jo mbi tokën. Nuk e di, por mendoj që kanë me pas problem, nuk është atë që kollajt se bjen administrata. Ndërkohë që Maduro tashmë presin ndoshta vite gjata burgimi, sepse në mos gaboj po sipas mediave janë gati 5 akuza që janë ngritur kundër tij. Po janë 4 akt akuza si udhëheci kartalit, edhe narkoterrorizëm, edhe shitje drogas, si network. Domethënë të gjitha këto nëse e gjejnë të fajshim, se ky në para burgim domethënë e ka atë prezumpcionin e pafajshmërisë, këtu në Shtetet e Bashkuara, shteti ka mundash për me bë provë këto akt akuza, këto 4-5 akt akuza që janë hille përballët ky presidenti Nicolas Maduro. Avokat, po përtej asaj që duket dhe që thuhet për sa i përket operacionit ndërhyrjes kirurgjikale që thosoi edhe presidenti, çfarë është ajo që është zbuluar më tej nga mediat atje dhe nga zyrtarët? Po, të gjitha këto që po i bisedojmë, domethënë mediat amerikane tash janë si debate, nuk janë të qarta, besoj që edhe në javët e ardhshme, pikpyetja e madhe është se sa ka me marrë pjesë Amerika në shtet ndërtimin e Venezuelës. Domethënë ku shkojmë tash? Çka pret populli i Venezuelës? Si ka me veprua ushtria e Venezuelës? Edhe është një pjesë e organit shtetënor që gjithni vepron aty. Domethënë edhe shteti i Venezuelës përcaktoi këtë Rodriguez nën presidenten si president kościst të Venezuelës. Kështu që as ata nuk dinë se ku kanë me ecë. Amerika, State Departmenti Amerikan thot, kushdo që tjetë në pushtet, ajo ka me bënë si të thomë na. Tash nuk është të qartë se çka është si thomë na. Adin? Edhe tjetër ana din ekonomike, si që kanë çfaq këto nafta, rezervat e naftës kanë me zhvilluar kompanitë amerikane si për shembull Chevron, edhe Mobil Oil, këto firmat amerikane, cilat historikisht domethënë kanë pas ato licencat e bleme, por kur e ka marrë pushtet Maduro, është bën shtet që e ka zgjeverisua ato vese ku janë rezervat, ja ka vill drejtën, domethënë në fakt administrata e Trumpit thotë na e kanë vill makinarinë, na kanë vill drejtat, dhe për atë arsye du me rikthy ata çka na kanë vill. Pra, kështu që avokat po më thoni që ndoshta është një goditje iniciuar dhe nga korporatat. Po,
Ja? Korporatat kanë me pas fites, Venezuela ka me pa fites, ndoshta edhe bota do të ketë fites, sepse ato rezervat e naftës nuk janë shfrytzuar në kohën e fundit, megjithëse rritja dhe mobilizimi i tyre dhe shitjeve rezervat të naftës në dekadën e 90 janë kanë më të madhe në rritje, kurse tash ndoshta shesin rreth 5%. Më ka kapacitet të madhe për me dhënë naftë botës. Edhe me ul ndoshta çmimet e naftës, e gazit. Ka diskutime atje, avokat, ndoshta për një pranverë latine? Nuk e di. Nuk e di. Do të shohim. Se para lejmërime për Kolumbinë dhe për Kubën i dha, të qarta. Po, për ato shtetet, për shembull, Kubën, Meksikon, Kolumbien, domethënë këta e bën të qartë që mund të nollin të njëjti operacion në ato shtete në qoftë se nuk e ndigjojnë dhe nuk e kuptojnë se çka ka ndodhur në Venezuelë, sepse edhe ato shtete janë parapame si shtete që shesin droga, shtete kriminele me kartela që janë të njoftuna botnore që eksportojnë droga edhe krima. Avokat, kam një pyetje fundit për ta mbyllur. Mendoni që ka vend që ndoshta këtej nga Ballkani të ketë frikë për precedentin? Sigurisht do të ketë frikë për këtë arsye. Jo pse Amerika për shembull ka më shkuar në Ballkan, sepse Amerika doktrinën Monroe ka domethënë për këtë hemisferë, nuk është për Evropën, por tash imagjinoje, nëse se ky shembull është efektiv, mund të sulmoj për shembull Italia një shtet, ose mund të sulmoj për shembull Gjermania një shtet, nëse ai shtet për shembull prodhon droga ose krima në atë shtet. Mund të kapin udhëhecin e një shteti tjetër në të njëjtën mënyrë. Po ky operacion domethënë është qenë shumë i suksesshëm, sepse agjenciat amerikane kanë bashkëpunuar, kanë pas domethënë ato avionet më të avancuar, dronat më të avancuar që i kanë përdorur. Domethënë ushtria më të avancuar kjo Delta Force që është përdorur aty është ilitare. Kështu që të gjitha këto në bashkëpunim e kanë bërë këtë fitore, aq të qartë, aq të pastër sa nuk e di a mundet me bërë një shtet tjetër në botë, por ky shembull 100% mund të marrë një shtet tjetër për me sulmua një shtet ku është udhëheci për shembull një kryetar i karteles të drogës ose të krimës që i dëmton një shtet tjetër. Me lejoni do mbuloj për ta mbyllur tamam përsëri në Ballkan, nisur nga korrupsioni apo stabiliteti. Kush mendoni që nga liderët mund të ketë më shumë frikë? Në cilën vend? Në cilën vend po thua? Në Ballkan. E kam fjalën për në Ballkan. Nuk kam dieni, si e ka thënë ai fuçi baruti gjithmonë plus që ne mendojmë që të gjitha gjërat rrotullohen rreth nesh këtej, pavarësisht se jemi rajon i vogël. Nuk e di me thënë se nuk i kam detaje. Unë di me thënë se çka lexoj atin, po janë vërtet as janë, nuk po dua me akuzo për shembull një udhëhec të shtetit kot, sepse nuk i di faktet. Por askush do ta konsumin e qetë. Po unë mendoj kështu. Okej, për me bën njëjtën çka ka bën Amerika, ai udhëhec të shtetit, për shembull, po zëm shtetin e Malit Zi. Okej, po zëm për shembull kryetari i Malit Zi, si kryeministër, ai duhet me pas një akt akuzë kriminale në shtet të huaj, domethënë në Itali, në Austria, diku tjetër, për me bën ai shtet si ka vepruar Amerika. Amerika ka pas për shembull ky Nicolas Maduro ka pas si njëri i kërkuar për krima qysh me vitin 2020. Nuk është dorëzuar, nuk kanë mujt me kap, atër s'kan pa tjetër mënyrë se nuk kanë dëgjuar mu dorëzuar vetëm me përdor ushtrinë edhe agjenciat që i zbatojnë ligjit, Drug Enforcement Agency edhe këto agjencia të tjera. Avokat, të falenderoj shumë për gjitha shpjegimet ligjore dhe aspektin politik që trajtuan për këtë çështje. Shumë faleminderit, miru pashëm. Ju uroj më të mira.